Në qa vendi jeni në Korçë, se dukeni në theksi që jeni korçar. Sa po të hyni në qytetin e Korçës, përballë West Park, pas pallatit të parë, do të na gjeni shumë lehtë. Mbi të gjitha, keni dhe lokacionin në Google Maps se ku ndodhet veshje sportive Brian. Por, do të bëj dhe një video sonte për ju që keni dëshirë të vizitoni dyqanin tim gjigant veshje sportive Brian. Sa po të hyni në Korçë, përballë West Park, Jumbo Sparit, Neptunit, pas pallatit të parë, do të na gjeni shumë lehtë. Kjo është rruga që ju sjell për tek veshje sportive Brian. Theksoj që është dyqani më i madh, jo vetëm këtu në lagje, por në të gjithë qytetin e Korçës. Komplet katin e parë të pallatit e kemi vetëm ne, jemi pas një dyqan tjetër ngjitur përveç se hyrjes të pallatit. Siç e shikoni, ky është dyqani jonë. Kemi 12 dyer, mund të hyni nga cila anë dhe rrugë të dëshironi. Me këtë rast, eja t'ju tregoj dhe njërë dyqani nga branda, të shikoni edhe produktet e veçanta që kemi. Tek ne do të gjeni shumë modele të atleteve, shumë modele të kostumeve, nga ato më të lirat dhe deri tek ato më të shtrenjtat. Por, po ju tregoj pak dyqanin në detaje që të qartësojeni se ku jemi dhe kush është veshje sportive Brian, sepse kemi dëgjuar thashe theme lartë e poshtë që jo jemi ne Briani, jo po se dim ku është Briani, mos pyesni tregtarët që zhrisin rroba, sepse më kanë zili. Edhe nuk e tregojnë se ku ndodhemi ne. Por që ne kemi rrjetet sociale, dhe kështu që me gjeni shumë thjesht. Ky është dyqani im, dekorin e kemi zbukuruar në detaje, siç e shikoni. Theksoj njërë që dyqani ka 12 dyer, mund të hyni nga cila anë dhe rrugë të dëshironi. Nuk baron me kaq dyqani, është shumë i madh. Tu kemi shumë modele të çantave. Është vërtet një dyqan shumë i madh, ka shumë produkte, saqë edhe unë vetë nuk di çfarë t'ju tregoj më përpara. Tur sektori i xhaketave fesh, por nuk janë vetëm këto modele, janë dhe modele me qindra të tjera. Këtu është sektori i xhinseve, modelet janë me qindra dhe xhinset janë vërtet të veçanta dhe tepër cilësore. Këtu kemi veshje sportive si xhaketa, tuta, bluza, hudi, këtu flasim për gjëra të mira. Shikoni pak. Nuk mbarojnë modelet e xhinseve, janë të shumta, kostumet sportive. Dhe këtu që jemi tek sektori atleteve të shtrenjta, ku atletja me e liri, këtu është 160.000 lekë të vjetra. Modelet janë të shumta, ka dhe shumë modele që nuk i kemi nxjerrë në rrjetet sociale, siç e shikoni, janë gjëra vërtet pikante të veçanta. Nuk janë vetëm këto modele, por kemi akoma modele të tjera këtej. Dhe përsëri tek kostumet sportive. Kostumet sportive kemi shumë modele të ndryshme. Të nderuar miq, hyra për t'ju treguar dyqanin, dekorin e dyqanit dhe vendodhjen e dyqanit. Ky është veshje sportive Brian. Kështu që nuk keni pse na ngatroni me skutha që na kanë inat, ose me ata që nuk ju tregojnë vendodhjen se ku jemi ne. Ju falenderoj të gjithëve, ju përshëndes nga zemra, vazhdoni të më ndiqni, kam shumë surpriza për t'ju treguar.